narcisistët si e nuhasin pren e tyre emocionale, viktimën e radhës? Mënyra se si ata zgjedhin viktimën e tyre apo partnerin që do abuzojnë, sepse narcisist nuk ka vetëm meshkuj, pavarësisht për shkak të gjinisë time. Më shumë janë në mazhorancë janë meshkuj, më shumë meshkuj, por ka dhe shumë femra, pavarësisht se femrat narciste luajnë më shumë me ndjenjat e fajt, me viktimizimin, që tjetri të ndjehet në faj dhe ta manipulojnë atë, ndërkohë që burrat narcisist luajnë më shumë me zhvlerësimin, me ndëshkimin, ti u solle keq, kështu që unë nuk do të flas për ditë të tëra, derisa ti ta meritosh sërish të vëmendjen time. Dhe kjo na rihap ato plagët emocionale të fëmijërisë dhe ne pasaj nuk tentojmë të rindërtojmë raportin, dhe kjo është shumë interesante. Po mjaftojmë, nuk kërkojmë të zgjidhim më çështjet kryesore që na kanë çuar në një debat, po mjaftojmë me një normalizim, mjafton të më flasësh dhe unë do harroj arsyeën e vërtetë të sherrit. Një narcist ulet në një kafe dhe ka pafundësisht dhe mënyra se si e zgjedhin viktimën është shumë interesante, se nuk i përgjigjet pyetjes. Një narcisist kërkon të arrijë një grua apo një burrë që e pëlqejnë shumë veta. Duhet të jetë një njerëz interesant, i suksesshëm në dukje, e fuqishme si grua, e paraqitshme dhe ideja është që narcisisti t'ju tregojë të tjerëve apo narcisista t'ju tregojë të tjerëve që shiko, un kam diçka që është e paarritshme te ju. Kjo është gjëja e parë që ata godasin, një njerëz që bën përshtypje ndër të tjerët. Dhe e dyta, sigurojnë që ky njeriu ka vërtet nevojë për afrimitet emocional. Ka bështëqe emocionale, pra. Ka vërtet nevojë për vëmendjen e tyre në nivel emocional. Aty ku ata gjejnë këtë lloj plage që është një njerëz që ka nevojë për intimitet shpirtëror, luajnë pikërisht me këtë nevojë emocionale të partnerit apo partneres së tyre.